S'munësh me hinë xhennet i papastër. Allahu namazin ty s'ta pranon nëse nuk je i pastër. Inna Allahi yuhibbu at-tawwabin. Allah i don ata që pendohen, wa yuhibbul mutatahhirin, dhe i don ata që dëshirojnë të pastrohen. Allah i don. Prandaj pastërtia nuk është vetëm kulturë, por është besim dhe iman. Nëse të shef kamera diku ndo shtete, të na vesh për komunikacion kamerat, diku edhe për veturinat, vallahi nuk e gjun. Pse? Se dënimi është 50 euro me gjujt. Ama pse të shef Allahu ti nuk e ki marrë hiç. Vallahi në kerrje të ngu Kur'an, ama cigaren e gjun midis rrugës, ama edhe xhubrën e gjun rrugës, ama edhe limenkan edhe shishen edhe ku ta diun e ndot ajrin. Çfarë muslimani i pastër në zemër e në ambient i papastër. Nuk ka hije. Ne jemi tu prit tash një festë madhështore, e cila është Kurban Bajrami. E në Kurban Bajram e kemi gajlen e therjes kurbanit, po nuk e kemi dertin se ndoshta e përgjakim rrugën, e i gjujmë kokat e kurbanave, e lëkurave. Nuk mundet muslimani më ka një pastër në shpirt e të na krejt në që të rënan me ba fesad. Thot Allahu në Koran, "Wala ta'thaw fil ardi fasada", dhe mos bëni fesad, mos shkatërrani natyrën, rrugën, shtëpinë, parkin, malin, fushën. Allahu e ka kriju me bukurinë e saj. Dora njeriu të shkatërron. E ti pse ban bërllok? Pse edhe zjarin aty ku s'duhet? Pse ndot ajrin aty ku s'duhet? Se ti nuk e ke të pastër sa duhet edhe shpirtin tanë. Dhe ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dëgjoni këtë vëmendje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rujuni mallkimeve. Diçka do të thotë mallkim. Më të mallku dikush në të cilën ti ja prish rahat llokin. Për shembull, është një pushimore në fush, në mal, në rrugë, edhe ti shkon kryen nevojë, e gjun bërllokin, e prish ambientin ku Allah e ka kriju të mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, keni frikë dy mallkimeve ata që e pulliqin dhe gjujnë mbeturina në vende. O vëlla, s'ka hije muslimanit me gjujt bërllok në rrugë, e me prish ambientin edhe ashtu me radhë. Nëse don ty më dasht Allahu dhe don me shku në xhennet, Allahu nuk i don të papastërtit. Allahu i don të pastërtit. Merre mesazhin qartë. Ti vëlla që ndëgjon këtë hutbë. Prej sot, nëse jam sy në xhennetit i papastër, nuk ban me shku, nuk pranon Zoti, as në zemër e as në gjuhë, po edhe në shtëpinë tënde, edhe në rrugën tënde dush me qenë i pastër. E dyta është rujtje e shëndetit. Shumë smundje vijnë nga papastërtia. Prandaj Allahu dhe pejgamberi sa na kanë tërheq vërejtjen për me rujt shëndetin ton, është me rujt higjienën personale dhe kolektive. E treta është qetësi, rahati. Pse na thojna pastërtia në Evropë, në Zvicër, ko ka e mirë? Flas për ambientin e jashtëm. Pse? Se ata kujdesen për ata dhe të pushon syni, të rahatohet shpirti, a më shkon lagjet muslimanëve bërlloki deri në gu. Ka dy lloje të pastërtive. Ka pastërti individuale edhe ka pastërti kolektive. Me hinë shtëpiat tona 10 herë banjon e pastron. Me hinë sallonet tona, në shtëpiat tona gjithë ditën varikina, pastërtia është nivelin haj. Si delsh të dera jashtë, ama pin 3 kat pamperse muslimani e gjemë. Çfarë muslimani e, pashallah. Pse? Monument. Pse? Se në pastërtin individuale kur gjen muslimani, valla shumë e zoja, shumë i Zotit, femjala në familja, shtëpinë luks mrena e kishte. Apo? Ka kusht lavdron. Ama pse e gjun jashtë nuk ka kusht kritikon ti. Pse ti ja gjun fajin dikujt tjetrit. Dhe ne në shekullin 21 mburremi se na ka mujt bërlloki dhe ka ardhur higjiena komunale me kamiona, elhamdulillah i hekum xhubrët për rrugës. Ala në shekullin 21 na mburremi se ka ardhur mas 1 javë, mas 2 javë, ma erat ka helmu. Pale sa smundjet jenë smun fëmija i tonë, për shkak hala ma e keqja. Banjën tonë 10 ditë, shkon në banjët e spitaleve tona, shkon në banjët, une personalisht jam dëshmitar, në shkollat tona ka që s'ka pas qeshme dhe u ka ndash një musliman, i dyqanxhikit me shku mi ndrejq 10 WC-ja, me ja pastrue banjët se fëmija tonë s'kan ku marrin tahret. Na nuk përdorim pallomat thata, ne duhet mu pastru, edhe si pas sunetit pejgamberit a.s. edhe nevojën e madhe dhe të vogël dush mu pastru. Sos, pse na nuk kujdesemi për 100 banjot e shkollave të lagjës të qajirit, apo ku jetojnë musliman, po kur t'hinsh aty dush me gasmas se t'vjen era e keqe. Për çka? Për 5 euro pastërti, për 10 euro. Se ne nuk e ndjem si e jonja shkollën, ne nuk e ndjem spitalin si tonën, po çka e kryn nevojën të thejnë qafën, çka dojnë të bojnë. Vallai, na tonë për mojnë mirë, Evropa e ma mirë. Po ti si e i mirë, valla, ti e fliqt, po që shja ke mësujt gjenetit me flitsin. E lusë Allahun e madhë, Allah i ti pastron zemrat tona. Allahun e baft nga ata që kujdesim për higjienën e shpirtit, pastërtinë e shpirtit dhe mendjes dhe jetës tonë dhe karakterit tonë, po pastaj edhe për ambientin, po jo një ditë. Jo dita ndërkombëtare ekologjisë dhe më çu këtë dynjaja. Çdo ditë do të më kanë vëmendshëm dhe të pastër. Allahu nëse don
ti më dashur, Allahu bani i pastër në adhurim, në besim, në veshmbathje, në trup, pa edhe në kolektivin ku jeton, shoqërinë ku jeton. Elusim Allahun që Allahu të na ban nga ata që pendohemi te Zoti, Allahu na pranon pendimin ya Rabbel Alamin. Allahu na bëf të pastër. Allahu na bëf në xhenetul Firdausin.